Këtu është horoskopi i hënë 24 mars 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni ketur në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Ditë interesante dhe pozitive, e rimëkëmbjes totale nëse keni vetë punësim. Lajmet pasdite, një interes zgjon në dashuri, por shmang marrëdhëniet me njerëz që janë shumë të largët ose tashmë të lidhur. Demi. Sot kjo situatë bëhet bindëse. Në këtë ditë mund të keni më shumë. Dikush tashmë ka takuar një person të rëndësishëm dhe shumë të veçantë. Binjaket. Mos pranoni angazhime të rënda dhe çështje të komplikuara. Duhet të pushosh mendjen. Gaforja. Një lajm i mirë po vjen, ndryshimet dhe përmirësimet që mund të ndikojnë si në punë ashtu edhe në marrëdhëniet me të tjerët. Përvojat e reja të miqësisë dhe dashurisë mund të jenë të rëndësishme. Me kënaqësi pranoni një takim ose një ftesë. Luani. Dita fillon me lëvizje të ngadaltë ose është e mbushur me gjëra për të bërë dhe sjell lodhje. Këshilla është të mos i trazoni gjërat në familje sepse dikush mund t'ju provojë. Virgjeresha. Kohët e fundit jeni përballur me një problem ose keni pasur një problem të vogël trupit, gjithmonë shëroni nyjet tuaja. Është një horoskop rishikimi për ndjenjat apo jeni i shqetësuar për një të dashur. Peshorja. Do të mund të shlyeni shpejt detyrimet e prapambetura, megjithatë në këtë ditë ka ende pak padurim në mëngjes. Ndjenjat që përjetoni nuk janë të qarta. Akrepi. Një ditë e mirë që ju fton të planifikoni një mbrëmje dashurie, disa për shumë kohë për të menduar vetëm për paratë dhe profesioni i kanë harruar ndjenjat. Shigjetari. Ka një marrëveshje më të mirë, llogaritni në formë të shkëlqyeshme fizike dhe pasdite do të ketë një ftesë apo edhe një telefonat të befasishme. Nuk ka ndonjë lajm të madh në punë dhe mbase do të ishte mirë të përmirësohet ajo që është krijuar tashmë. Britsjapi. Dita është në përgjithësi pozitive dhe aktive, duket se ka ardhur koha për t'u përfshirë dhe për t'u rikuperuar, forca nuk mungon. Ujori. Po merrni rezultate të mira. Duhet të kujdeseni pak më shumë për gjendjen fizike, ditën e rikuperimit. Në dashuri duhet të gjeni përsëri bashkëpunim. Peshqit. Ju duhet të kuptoni se çfarë dëshironi me të vërtetë dhe të jeni të kujdesshëm në veprimet tuaja duke menduar me kujdes për pasojat. Këtë mbrëmje nuk do të duhet t'i japim hapësirë polemikave në lidhje me paratë. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.